إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi i takon Allahut Dhul Xhelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Kanë e uzon Allahu Dhul Xhelal, s'ka kush ka ekstremon. Po çaj shka ekstremon, po çu ke dunjaja me drejtu, s'u drejton përveç Allahut Dhul Xhelal. Na dëshmojnë që nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është I dërguar I fundit I tina. Sot vëllezërit e kom para pa me shpjegu një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin e kom lexuar për një qitapit e po duket veçori me nda me juve. Është njëri pi shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka emrin Muadh ibn Jabal. Edhe ki Muadh ibn Jabali pas ka dalë një herë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në udhtim. Edhe ai ke pa kur dalsh udhës, ka dhe një herë zati të shpedalikan, I fol një dy trollafe, ka dhe një herë kthehesh ma mas, ka dhe një herë ma para e kështu me radhë. Edhe ki Muadhi afrohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ban me të vetë diçka. Muadhi o vëllezër është për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej ulemave I cili dhe thot mas mirë e ka njoft halalin edhe haramin. Për ata arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka quajtur si ambasador në Yemen. Është një hadith tjetër që ka fol për vlerat e këtina sahabijës ku të ringjallën ulemat në ditën e kiametit për para Allahut Dhul Xhelal, krejt kanë më konë me një saf, ndërsa Muadh ibn Jabali një hap ka më konë për para djetarëve. Pse? Sa konë shumë njeri që I ka njoft mirë halalin edhe haram. Edhe ki I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima yadkhuluni al-janna wa yubaiduni minan nar. O pejgamberi Allahit, kallëzoma mua një vepër me të cilën ka me hinë xhenet, edhe kallëzoma një tjetër me të cilën largona pi zjarmit xhenemit. E I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vallahi ke vetë për një punë shumë të madhe. Se këtë njerëzit punojnë, munohen për me hinë xhenet. Edhe këtë njerëzit punojnë, munohen për mu largu prej zjarmit xhenemit. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innehu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Kjo punë është e lehtë për çata që Allahu Dhul Xhelal don me ia lehtësue. A po merrni vesh ajo? Allah I ka dashur me ta lehtësue tyje që ke arsot gjumon. Edhe ta ka bon të lehtë. Ke bon të ushtë të shpia e vesh me të eshat për në mira, e kilon këtë punë në ona shkarën me falënderu Allahu Dhul Xhelal. Ama kjo është që Allahu është të animu e tyje. Se me kam që nuk të animon Allahu Dhul Xhelal, del da një problem. A të shpeshku në sud, a të shpeshku në spital, a ki problem me da një kanë. Dhe thot, të ranar me da një vebër, shka s'mun është ti me ardhë me adhuru Allahu Dhul Xhelal. Po mas I ke ardhë këtu, dije që Allahu Dhul Xhelal atë dasht edhe ta ka lehtësue për me shku me madhu Allahu Dhul Xhelal. Pastaj ka thonë, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Seni I parë, shka të shtinë xhenet çka është me adhuru Allahu Dhul Xhelal edhe mos me bo shok Allahut. Çka seni I parë? Çdo punë shka ta punojsh, punoj për Allah. Mos e punoj për hatër njerëzve. Se masanina dalin probleme. Po bane veç për Allah. E dyta shka është tuqimu salah. Minejt hazër namazit. E treta wa tu'ti zekat. Nëse ki pare me dhanë zekatin. E katërta,
wa tasumu Ramadan. Me agjënu muajin e Ramazanit. Edhe pesa shka wa tahujjul bejt. Edhe nëse ki mundësi me vizitu shtëpinë e Allahut Dhul Xhelal, inshallah Allahu Dhul Xhelal e ban nasib. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ki qef me të kallxue për punë të hajrit? I thot po ja Rasulullah. I thot agjërimi është mbrojtje. Njeri kur agjeron është pak më afër te Allahu Dhul Xhelal. Për atë arsye se vetë agjërimi e mbron trupin e njerit. E sadaqatu tudfiu khati'atu kama tudfiu al-ma' an-nar. Sadaqajën të cilën e jepni, nuk ka më rëndësi sa parë ke dhënë, po ke dhënë diçka për hir të Allahut Dhul Xhelal, dije se gabimet të cilat ti i ban me dije ja pa dije shkon edhe i shkim ato gabimet sikur shka e shkim uji zjarmi. Dhe thot se cilën sadaka shka jep, dije që i e të fshije gjënahet e tua. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na e fshin. Wa salatu rajuli min al-jawfi al-layl. Edhe ka thonë që atëherë kur njeri u qohet natën, kur nuk e sheh kur kush hiç, edhe falë për hir të Allahut Dhul Xhelal. Se për një me jetë falë veç për Allah, mos me të pa kur kush. Se ndoshta sot kena ardhur këtu në xhumo se kena obligim, ose dikush ka ardhur për me pa, ose dikush ka ardhur për ta nisën qendër, e pali që shikila një jetën. Ama namazi i natës, kur nuk sheh kur kush hiç, dije se e ki vetëm se për hir të Allahut Dhul Xhelal. E pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja lexoi një dy ajete surës Sejdë. Ajeti numër 16 dhe numër 17, Allahu Dhul Xhelal fol për ata njerëz të cilët e braktisin jastikën e vet për me mallnu Allahun Dhul Xhelal. Edhe pastaj ajeti tjetër thotë se Allahu i din krejt punë të cilat na i punojna, inshallah Allahu Dhul Xhelal na i fal. Masani çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ela ukhbiruka bi ra's al-amr. Apo ki qef me të kallxu për punë ma kryesore? I tha po ja Rasulullah. Puna ma kryesore shka është Islami. Si ti jesh musliman, krejt punë t'i kinë të rezi. Si e musliman, krejt punë s'janë të rezi. Puna qka ma kryesore. Te Islami, stupi Islami qka është? Namazi. E ki namazin, e ki e qadrën. Se ki namazin, qadrën e ki po të kara qadrën. A i kini pa të qapërat e bedenve, shka i ndreqin nga përshkretin, e ka një stup në midis. Se cila qadrën, e ka një stup. Nëse e ka, ashtë qadra mirë, po nëse nuk ashtë, bjen qadra e tina. Dërsa puna ma e nartë e Islamit qka është gjihadi në rrugën e Allahu Dhul Xhelal. Gjihadi shka është? Gjihadi është me thonë që fjala e Allahut është ma e narta. E ti pra, se cëllën herë kur mënohesh që fjala e Allahut më konë ma e narta, dije që e të bojnë gjihad. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na i ban nasib. Pastaj i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo ki qef me të kallxue se shka i runë që të punë krejt? Me të arrujt namazin, e me të arrujt Islamin, e me të arrujt sadakajn, e me të arrujt haqin, e me të arrujt agjerimin. Ketë, kush t'i runë? Tha, po ja Rasulullah, po kam qef me më kallxu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kapi gjuhën e vetë me gishta. Që shto? Dhe me ki gjuha është ajo shka t'i runë ketë mu. E atëherë, madhi u që ditë për kësajna. Tha qyshta gjuha. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o madh, po vjen kesh pas ka majt nana jote për srani. Po vjen kesh pas ka majt nana jote për srani. A nuk ka që kjo gjuha shka i prish ketë punët e tona shka i punojna. Dhe thot folda një laf edhe prish ketë punën. Për këta arsye pra gjuha është seni ma kryesor. Inshallah Allahu Dhul Xhelal na i runë këtë gjuhë me të cilën ka dhe njëherë bojna punë të mira, ka dhe njëherë bojna punë të këshia, pa mos i menuna punë të tona. Për këtë çështje pra,
Nëse munësh me fol mirë, po nëse s'munësh me fol, mos fol hiç. Ha? Nëse munësh me fol mirë, po nëse s'munësh, ma mirë mos fol hiç. Inshallah Allahu Xhelal na ban për atë që ka fol më mirë, e nuk na ban për atë që ka bojnë atë keq edhe dëmë njerëzve. Zoti ju shpërblet të gjithëve. Yaqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.